pozicioni dhe të mendoj që forca ruse nuk është ajo që garanton jo vetëm për aneksim, pushtim të pjesëve të Ukrainës, por ta mbrojë edhe territorin e vet. Dhe kjo mund gjë do të ishte një goditje jo vetëm morale, po faktikisht të njerëz të mund të kenë ndikim psikologjik që në këto momente mendoj që atëherë do kemi dëshma apo s'dëshën rusët do vinë deri te tavolina e bisedimeve, sepse mendoj që presioni i tillë dhe balancat e tilla, them drejtën Ukraina ka plotësisht drejt, sepse ndërkombëtarisht është një shtet i njohur, antar e AKB-s, bili ka kontribut në themelimin e Organizatës së Kombëve të Bashkuara dhe është goditur, është sulmuar nga një vend fqin dhe goditja brenda territorit rus në këtë rast është plotësisht mund të them normale dhe drejt. Edhe pse luftat nuk janë normale, them drejtën, por për këto momente mendoj që rejtingu dhe populariteti i Putinit do jetë mund të them do vetë në pikpyetje, por ende jemi larg mendoj në këtë fazë, sepse shihni ju përmendet në emisionin në ciklin e parë raketën Flamingo, e cila nuk prodhohet tash, planifikohet të futet në prodhim, dhe ky prodhim mendoj që spaku para një vite gjysmë nuk mund të vihet në përdorje. Dhe një vit e gjysmë është shumë, sa të drejtën. Qartë, zoti Blali, nga njëra anë SBA-ja po përpiqet të shmotërruaj ekuilibrin e ndihmave, ndërsa nga ana tjetër kemi Rusin pra që po kërkon më shumë mbështetje sigurisht nga Irani dhe Korea e Veriut. Pyetja është nëse apo formohen tashmë dy blloqe të reja globale, pra një perëndim liberal kundër një lindje autoritare dhe a mundet që kjo luftë të jetë preludi i një rendi të ri botëror? Sakt. Me që kemi hyrë në këtë fazë, do thotë polet janë të ndara dhe më nuk ka ndonjë ndoshta një pikpyetje, po kjo është realitet, është fakt. Dhe mendoj që kemi edhe këtë ndarje dhe mendoj që ajo në një farë mënyre që është arritur për në takimin e Trumpit me vendet arabo-islame, është edhe një shenjë që ka lënë dimenzionin për te i Gaze. Nga se thonë drejtë civilizimi evropian, më fani perëndimor, që nuk kupton shtëriat Evropa, është mund të them në atë stadin e vet ku do ka filluar çat pjetën e saj. Ndonjëherë njerëz nuk kanë dëshirë ta thojnë realitetin, ta pranojnë realitetin vërtet. Mendoj që rivali vetëm i cili mund të sfidohet kundër amerikanëve janë kinezët dhe fuqia kineze. Mirë po Kina, jo vetëm me BRICS-in, por me konferencën e bashkëpunimit të Shangajt, dëshiron që të gjitha ato vendet, sidomos lufta më e madhe sot bëhet për Azinë Qendrore, Iranin, ky proxy till i cili ashtu kështu dhe nga pikpamja e atij konfrontimit për brenda islamit mes shiave dhe sunive, mund të them sunit mund të jenë partner, sot ashtu kështu jenë partner, po mund të forcojnë partneritetin me SBA-n, ndërsa Irani do jetë partneri më i fuqishëm edhe i rusëve dhe i kinezëve. Prandaj bota mendoj që po hym në një fazë ku do kemi mund të përngjaj pak a shumë kohës e luftës së ftoftë versus SBA. Dhe mendoj për koncepti tash, kur flasim për perëndim, kryesisht flasim për Amerikën, edhe pse nuk do të harrojmë fuqinë britanike dhe franceze, e cila thonë drejtën është e zbedh dhe nuk mund të jap më tepër. Përpos asaj që gjermanët kanë kapacitete dhe fuqi, dhe mund të them e kanë atë traditën e të durueshme dhe të zellshme që të arrijnë kapacitetet atu ku ka qenë dikur Gjermania. Jo inshallah në aspektin e nazizmit, por të asaj që mund të jetë një forcë nesër që, meqense Gjermanët nuk besojnë as amerikanët,
as britanikët, dhe kështu që rusët jo si jo, dhe mendoj që do jetë një situatë jashtëzakonisht interesante. Me një fjalë, bota po shkon në ndarje definitive dhe faktike të bloqeve, ku nuk dihet se ku do jesë disa pjesë, sidomos lufta bëhet edhe për Afrikë, për vende afrikane. Dhe kjo do jetë jashtëzakonisht një lojë që po ndryshon shumë, mirë po edhe që do rrezikon shumë të ardhmen. Do shta do jemi pak a shumë të rrezikuar edhe këtu në Ballkan. Qartë. S'kalojmë tani tek inserti i dytë që ka të bëjë pikërisht me marrëveshjen midis Izraelit dhe Hamasit dhe lojën e presidentit Donald Trump dhe kontributin e tij. Izraeli dhe Hamasi kanë rënë dakord për fazën fillestare të një plani paqe duke ndërprerë armiqësitë në territorin e Gazës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se pengjet e mbajtura në Gaza ka të ngjarë të lirohen të shtunën, si pjesë e fazës së parë të marrëveshjes, së pushimit midis Izraelit dhe Hamasit. Pengjet do të lirohen, ndoshta koha jon do të jetë shtuna. Tani për tani po ndodhin shumë gjëra me lirimin e pengjeve dhe ne besojmë se të gjithë do të kthehen të shtunën dhe kjo do të përfshijë trupat e të vdekurve, është shprehur më tej ai. Presidenti Trump ju referua gjithashtu rindërtimit të Gazës, i cili u shpreh se ne do të marrim pjesë në ndihmën e tyre për të pasur sukses dhe për të ruajtur paqen. Deklarata vjen disa orë pasi Trump njoftoi zyrtarisht marrëveshjen midis dy palëve, e cila përfshin shkëmbimin e pengjeve dhe të burgosurve dhe tërheqjen graduale të trupave izraelite nga rripi i Gazës. Ushtria izraelite njoftoi se shefi i forcave të armatosura, generali Zamir, urdhëroi forcat të jenë në gatishmëri të lartë operative për kthimin e pengjeve pas marrëveshjes së mbushimit me Hamasin. Kabineti i Sigurisë i Izraelit umblodh të njëjtën për të miratuar lirimin e të burgosurve palestinezë dhe pavarësisht kundërshtimit nga anëtarët e ekstremit të djathtë të qeverisë së koalicionit në pushtet, nuk ka gjasa ta refuzojë atë. Mirë, zoti Bilalli, sa është realisht merita e Trump në këtë proces dhe apo e përdor ai politikisht këtë marrëveshje? Sigurisht e përdor, dhe sidomos ai fiksimi i tij për çmimin Nobel është do të thotë diçka që shifet qartas, por çdo shpëtim i jetës së njerëzve është edhe një jetë të një njeriu, është jashtëzakonisht, mund të them, ka një rësi të madhe. Dhe mendoj që në këtë aspekt ekziston merita e tij në këtë drejtim. Po flas për atë çka ka ndodhur në Gaza dhe çka do thotë ai gëzimi i atyre inserteve të djeshme, tregon flet vetë fakti, sepse ka ndodhur atje dikon 70.000 të vrarë, 160.000 të plagosur. Do të shikuar numerikisht statistika, 10 deri në 12% e popullatës së Gazës është e varrosur, e vrarë apo sakatusur. Dhe kjo tregon që është i merit, mund të them, nuk prish punë. Çmimi Nobel është dhënë dhe personaliteteve që ndoshta kanë qenë kontestuese në të kaluar për këtë çmim. Por e rëndësishme është që merit, sepse flitet që mund ta ketë një vizitë në Gaza, ndoshta do jetë vizitë e lokalizuar, kuptohet aspektin e sigurisë dhe të atij tereni. Mirë, po nuk do të ketë masë që do ta përcjell, sepse dihet që në Gaza nuk largohet fryma e Hamasit për 5-6 muaj. Nuk dyshoj në këtë drejtim, sepse ata janë të formuar ideologjikisht në atë formë dhe njëri 5-16 vjeçar është i brumosur dhe këtu do jetë probleme dhe të implementimi. Besoj që Izraeli ka treguar shenja, duket është në pyetje për kufomin apo eshtrat e ish liderit të Hamasit Yahya Sinares dhe të vllaut e tij. Do thotë obstruksionet e tilla fillojnë qyshtash. Edhe pse në Kairo është arritur ai bashkëzim. Është interesant që do thotë para një javë është ndruar dhe shefi i Shin Betit, David Zini, general major, ka marrë udhëheqjen e këtij shërbimi, i cili konsiderohet që për atë që takon brenda territorit të Izraelit, më duket se ka dhe një përgjegjësi për sulmin e 7 tetorit para 2 vjetë, 2023. Dhe po them kështu si shërbim i cili ka jashtëzakonisht kapacitete të fuqishme brenda, por edhe jashtë
me vendet arabe kryesisht, sepse operacionet e tilla më shumë i udhëheq Mossadi si shërbim që merret me aktivitete të jashtme dhe në distanca më larg territorit të Izraelit. Por mendoj që të gjitha këto tregojnë që kemi një situatë, bile mund të them që marrëveshja për etapën e parë, flasim për etapën e parë, që është arrit në Kairo, Izraeli në farë mënyrë në tavolinë, është një lloj fitore, mund të them deri dikon, është në tavolinë me Hamasin, që do thot më herët ata kur nuk të kemë takime indirekte, po direkte jo, por mendoj që në aspektin për të arritur diçka, ajo fjala kur shprejt shkrihet dhe bëhet po si jo. Qertë, zoti Bilali, nga ana tjetër ndërtimi i Gazës është përmendur gjithashtu pra si pjesë e këtij plani, por përvojat e kaluara pra kanë treguar se ndihmat ndërkombëtare shpesh bllokohet nga mosbesimi i palëve. Si mund të sigurohen pra që ndihmat e premtuara për Gazën të mos kthehen sigurisht pra në një armë politike dhe të shkojë realisht për civilët? Po ka qenë një ndër pikat, mund të them, ky që kush do të, mese se ka qenë një agjencion humanitar një formuar në Zvicër më herë dhe gjitha ato probleme që kanë ndodhur edhe gjatë kohës së goditjeve izraelite në Gaza, ky agjencion ka luajtur një rol kryesisht agjencion amerikan. Dhe më duket tash kjo jek peloje. Ky agjencion merr mund të them, udhëheqjen e misionit dhe monitorimin. Por, ndoshta edhe brenda Gazës që do udhëheq komplet me konvojat humanitare, me dhe mendime, do jetë organizata e OKB-s, ose organizatat e tyre të specializuara, dhe mendoj kryqi kuq dhe gjysmëhana e kuqe. Dhe kjo do thotë, do ishte, është mas e nevojshme, flitet që konvojt të tillë të ndihmave me javë të tëra duhet të jenë në qarkullim dhe për të hyrë në Gaza për nevojat e popullatës, sepse ato do thot nga gjanat elementare deri te ato që janë, mund të them, mase të nevojshme për vetë banorët, do thot nuk matet me atë numrin sërik, por ka nevojë jashtëzakonisht të madhe ky territor për të ndihma. Kjo mund të jetë ndoshta pengesat e tilla, implementimi është një problem. Këtë e din vetë Amerikanët, po edhe ndërmjetësuesit. Meqense do jetë, mund të them, një ndërmjetësim të tillë përmes Egjiptit, Katarit dhe Turqisë, që nuk e di kjo tresha a do jetë e përfshirë edhe me trupat për të hyrë në Gazë, për misione paqësore, që realisht lidhet edhe me planin. Besoj që turqët, mendoj që edhe më herët ka qenë të implikuar me qoftë miti i tyre, apo edhe në ekipe specializuar, mund të them, në del turke, speciale e shërbimit e tyre, por me trupa ushtarak nuk e mendoj që ndoshta do jetë situatë jashtëzakonisht e vështirë. 25.000-30.000 trupa të Hamasit do të llogaritur edhe krahun ushtarak të brigadës Al-Qassam, Gjihadin Islamik dhe brigadën kuptohet Al-Quds, që shtrihen dhe operojnë në Gaza. Do thotë marrëveshja fraksionet për brenda Hamasit mund të jenë ato që bile mund të lëroj përgjegjësinë e vet, mund të